Shikues Ranjus, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Një qendër e fuqishme ciklonare në veritë e Europës sjell rrëbeshje shiu në Britani dhe në pjesën e Europës qendrore, ndërsa pjesa e Europës lindore dhe ajo e Ballkanit do të mbeten me rreshje të pakta. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, fillime dhe vranësira të shpeshta do të priten në të gjithë vendin, më të theksuara këto në qendër të territorit shqiptar edhe në jug, ku priten rrëbeshje afatshkurtra. Temperaturat do luhaten nga 6 deri në 26 gradë Celsius, era fryn mbi 35 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet detare një ball. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rëndë Europës për ditën e nesër. Më moti i paqëndrueshëm vijon edhe në pjesën e Europës veriore, Britani dhe në zonën e Alpeve me rreshje dhe stuhi, ndërsa zona e Ballkanit dhe ajo e Europës lindore mbeten me rrëbeshje afatshkurtër. Pjesa tjetër jugore e kontinentit do të mbetet me kthjellime dhe mot të ngrohtë. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesër. Sipas Meteoalp, priten vranësira të dendur në të gjithë territorin, më të dukshme këto në lindje, ndërsa pasditja sjell rreshje shiu në të gjithë vendin. Temperaturat do të luhaten nga 3 deri në 24 gradë Celsius, era fryn me një shpejtësi 40 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet detare 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.